diasporës kosovare në përgatitje për këto bisedime, dhe në qoftë se dëshironi t'ju jap edhe hollësi lidhur me këtë rëndësinë e kësaj marrëdhënie me diasporën e Kosovës. Sa i takon Rambujes, mua më shkërkuar që të përpiroj të përgatis pra gjuhën e cila ishte sa më gjithë përfshirëse që t'ishte e mundur për të siguruar që Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavin të ishte në gjendje, në një farë mënyrë pra, që të kishte gjitha përgjegjësitë e veta dhe kompetencat për të zbatuar mandatin e tij. Për kontekst të mëtejshëm dhe më ndërprisni nëse keni pyetje më konkrete, por për kontekst të mëtejshëm gjatë ditës së parë apo ditës së dy ditëve të para kur isha në Kështjellën aty, u më ftuan që të jepja një prezantim delegacionit të Kosovës për 4 pika tema. Tema e 4 ishte jurisdiksioni dhe aktivitetet, pra hetimet, akuzat e gjykatës e Tribunalit për Jugosllavin. Të gjithë anëtarët e delegacionit ishin të pranishëm aty. Kjo përfshinte edhe mësime që kishim mësuar, kishim nxjerrë nga koha kur unë punoja si këshilltar ligjor për bosnjakët në negociatat në Dayton, sepse ishte çështja e jurisdiksionit të tribunalit ishte pasqyruar në marrëveshjen e Daytonit dhe ishte shumë intensive. Pra ne prisnim që kjo të ishte në marrëveshjen e Rambujes. Dhe ata më kërkuan që t'ju jap një shpjegim të hollësishëm të asaj që pritej lidhur me këtë çështje dhe të çështjet e tjera, temat e tjera. Pyetje, faleminderit, ju thoni që dikush ju kërkoi, pra ju kërkuan që të përgatisni gjuhën të shkruajnë atë. Kush ju kërkoi? Përgjigje Femia Agani. A e dini pse ishte objektiv i rëndësishëm për delegacionin e Kosovës kjo gjë? Përgjigje po. Pse ishte e rëndësishme? Jurisdiksioni dhe aftësia e Tribunalit për Jugosllavin që të vepronte në mënyrë efektive ishte e rëndësishme për disa arsye. Konteksti konkret specifik menjëherë përpara bisedimeve ishte masakra e Reçakut. Masakra e Reçakut dhe prokurore gjykatësia Louise Arbour, prokurore, përpiqej të kishte qasje në Kosovë sepse s'kishte vizë. Dhe në Kosovë dhe në Maqedoni përmes Serbisë. Por asaj ju mohua viza. Pra, me sa më kujtohet, ka qenë masakra e Reçakut, ambasadori William Walker, që të përdor frazën e fjalinë e krim kundër njerëzimit, pra nga perspektiva e misionit për hetime në Kosovë. Do shkonte do të hetonte atje, por i tha nuk ke vizë, nuk mund të bësh hetime. Tani arsyet e tjera që ndërlidhen me këtë mbi cilat mbështetet kjo për një mbështetje të plotë të Tribunalit për Jugosllavin ishte që të ruhej një barazi morale. Kjo është diçka e zakonshme në praktikën diplomatike, ka është një ide e qartë e shkallës në të cilën të gjitha palët janë të përgjithshme, të gjitha palët kanë gjak në duart e tyre, dhe kjo ju jep diplomatëve më shumë hapësirë dhe mundësi për të negociuar, për të bërë kompromise. Kosovarët kishin parë, dhe do të theksoja këtu në veçanti, Veton Surroj dhe Bujar Bukoshi kishin parë nga përvoja e Bosnjës se shpesh herë pavarësisht faktit që kryerja e mizorive veprimeve krimeve ishte e disproporcionuar, pra në anën e regjimit serb, por që shpesh herë bosnjakët dhe kroatët edhe serbët ishin në mënyrë të njëjtë fajtor dhe mund të jap informacione shtesë nëse jeni të interesuar lidhur me këtë, për të kohën kur isha në departamentin e shtetit dhe se si është reflektuar kjo, por nuk ta bëjmë këtë gjë tani. Dhe kosovarët po përjetonin të njëjtën narrativ, pra, dhe ishin të shqetësuar që Rambuje dhe zbatimi i marrëveshjes së saj, pra nëse Rambuje do të ishte e suksesshme,
do të kishte një lloj vetçeverisjeje, një farë niveli vetçeverisjeje dhe dislokimi i trupave të NATO-s dhe zgjedhjet nën vëzhgimin e OSBE-s. Pra që nëse nuk do të kishte një gjykat, një tribunal për ish Jugosllavin me qasje të plotë të rëndësishme dhe me kompetenca pushtet të plot, lidhur me atë që kishte ndodhur dhe që ishte duke ndodhur, kjo do të dëmtonte, po të mos vendosin një tribunal i tillë, kjo do të dëmtonte mbështetjen ndërkombëtare për zbatimin e marrëveshjes së Rambujës. Dhe pastaj arsyeja fundit, shkurtimisht, përfaqësimi i viktimave, pra që në vitin 1989 ku kishte filluar vuajtja e viktimave, pra me anulimin e heqjen e statusit në 1984, ishte krijuar një sistem që ishte pothuajse regjim apartheidi në Kosovë dhe popullsia ishte traumatizuar dhe viktimizuar dhe kishte shumë pak qasje në të dhënat dhe shënimet historike, pra krijimin e dhënave historike apo katalogimin e atyre që kishin mësuar viktimat dhe që nevoja për një tribunal dinamik që vepronte do t'i jepte mundësinë dhe mjetet njohjes dhe bërjes së drejtësisë për viktimat, pra për popullsinë e Kosovës.